Unë jam 19 vjeç, jam I lindur dhe rritur në Itali, edhe në këtë moment studioj në Holland, në Hag, për marrëdhënie ndërkombëtare. Unë vi nga një familje persekutuar, në Tepelena. Kur u kthem në Shqipëri, normalisht unë vete tek gjyqja ime. Edhe shoh në sytë e saj një dhimbje 40 vjeçare. 40 vjet në një diktaturë shumë e keqe. Edhe kur e shoh, unë mendoj një fakt tjetër. Hap televizionin, në çdo kanal dhe shikoj fytyrën të Edi Ramës apo këtyre të tjerëve. Edhe çfarë shoh është një gjë, që këta janë të bitët e njëjtëve person. As nuk kanë hapur dosjet, as nuk kanë thënë gjë për historinë. Hap librat e shkollës në Shqipëri edhe ti mund të lexosh atë që thoshte Enver Hoxha. Ne kemi nevojë për vlera konservatore. Vlerat konservatore janë diferent në ato të majta sepse janë vlera shpirtërore. Nuk bazohen në kohën, nuk janë materiale. Ne besimin e kemi tek Zoti, nuk e kemi te paraja. Kjo është konservatorizmi. Edhe atë që mendoj është që ne kemi shumë figura në historinë tonë. Unë mendoj që duhet të jetë mision si të Partisë Demokratike edhe të Departamentit Bregën të krijojmë një konservatorizëm shqiptar. Shqiptar sepse ne shikojmë shumë Partinë Republikane, konservatorët në Angli, po gjithë secila kanë një traditë vet, kanë autorët vet, kanë filozofët vet. Edhe ne kemi pasur, I kanë fshirë, I kanë hequr në historia, por ne I kemi. Mitat Farasherin, babai I nacionalizmit shqiptar, babai I ballit kombëtar. Ka qenë figurë e squar, po asnjëri flet për të, as në librat e shkollës. Unë mendoj që ne duhet I rizbulojmë këta autor, ti risjellim në shoqëri. Themi, ne nuk jemi thjesht kopja e shëmtuar të një partie tjetër. Ne jemi Partia Demokratike, ne jemi shqiptar, ne jemi patriot. Edhe gjëja më e rëndësishme është që të ndryshoj edhe diskursi publik ndaj historisë tonë. Sepse përdoret ende sot në televizion, në shkollë, kudo, fjalla ballist si sharje. Si tradhtar të kombit. Unë mendoj që tradhtar janë vetëm ata që janë në pushtet tani, babat e tyre, gjyshrit e tyre, që na kanë vrarë, na kanë torturuar, edhe unë mendoj vetëm një gjë, që thënia ka që në vitet 40 e njëjta që duhet kemi sot. Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Mendoj se keni shtruar një problem jashtëzakonisht të rëndësishëm. Në këtë shoqëri mjerisht të intoksikuar. Shoqëria shqiptare sot nuk është më e indoktrinuar nga kultet. Por shoqëria shqiptare është e intoksikuar nga propaganda. Të themi të vërtetën. Edhe po të lexoni filozofë që kanë trajtuar me shumë përkushtim censurën, ata problemin më madhor të censurës, Hannah Arendt, konsideron faktin se mediat e kontrolluara I bëjnë të pamundur individit, I shkatrojnë individit raportin më qendror të jetës së tij, raportin me të vërtetën. Sepse ato I bëjnë të pamundur individit të dallojë cila është e vërteta, cila është gënjeshtra. Dhe unë ju them ju se kjo në Shqipëri është e vërteta më e hidhur e këtij regjimi. Ky regjim ka hanxhart e krimit. Dikur ishte sigurimi I shtetit, tani janë patronazhistët dhe bandat kartel të drogës. Me gjitha.
por arma më të mërshme kundër individit e këtij regjimi është censura. Para 3 javësh, presidenti Donald Trump në Shtetet e Bashkuara deklaroi javën e antikomunizmit. Shtetet e Bashkuara nuk kanë patur ndonjëherë kur diktaturë komuniste, por Shtetet e Bashkuara e vërteta është kanë patur, të themi, invazione të brendshme nga grupe ekstremiste komuniste u luftuan në kohën e McCarthyt, u zhvilluan në mënyrën më të pa përmbajtur dekadat e fundit. Pas shembjes sistemit komunist, ai pluhur i kuq që u ngrit nga bota ish komuniste, ai për fatin më të keq infektoi dhe u implantue në vendet e lira. Dhe ndodhi që në këto vende, siç është konkretisht Shtetet e Bashkuara, për shkak të hapësirave të lirisë, për shkak të potencialit jashtëzakonshëm të miliardierëve të kuq, që kanë ekzistuar në gjitha kohrat, aty të zhvillohet dhe të nxitet në mbar botën ekstremizmi majt post-marksist. Ekstremizmi majt post-marksist është varianti më i rrezikshëm. Më i rrezikshëm ideologjik i kohës. Dhe ndërkohë të ashtu quajturit liberal e etiketojnë nga mjezi ndark si fashizëm, si këto e tjerë me radhë konservator i etiketojnë. Në vetë ata përbajnë rrezikun më të madh. Çfarë është Shqipëria sot? Është absolutisht eksperimenti më tragjik i ekstremizmit të majt post-marksist. Për fat të keq, ne ishim eksperimenti më stalinist i sistemit komunist totalitar, sistemi që spranon të pluralizëm. Kurse sot, ne jemi eksperimenti më tragjik i ekstremizmit post-marksist të majt. Dhe se me ke po bisedoja sot në mëngjes. Prandaj është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme për në radhë të parë për antarësinë e Partisë Demokratike, por dhe për qytetarët, të realizojnë se ç'përfaqëson një diktaturë autoritare. Jashtëzakonisht e rëndësishme. Pa realizuar këtë ne nuk mund të ftojmë. Nuk përshtatim për luftë. Dhe sot ka rezoluta ndërkombëtare. Vetëm javë para zgjedhjes. Partia Popullore Europiane shkruan rezolutën e saj para zgjedhjeve se Edi Rama përdor institucionet për të shtypur pluralizmin. Përdor institucionet për shtypur pluralizmin. Po të marrësh sjelljet e tij. Sjelljet e tij janë tipike të tjetërve të tij. Njeriu që bën të thirrje para
1 vit e gjysmë 2 që të arrestohet filani, të arrestohet Fisteku, kundërshtar politik. Ta i thotë jo. Ta një flet për rubrik prokurorësh, të papërgjegjshëm, njerëz të tillë të atill, sepse në konceptin e tij ai qëndron mbi ligjin, mbi kushtetutën dhe nuk ka për te ligj as kushtetut. Ndaj dhe, për ta mbyllur, është jashtëzakonisht e rëndësishme. Në qoftë se Shtetet e Bashkuara shpallin javën e antikomunizmit, Shqipëria duhet ta ketë dhe e ka jetike betejën e pafituar ende ndaj toksinave të komunizmit dhe mbetjeve të tij. E pafituar ende. Kjo është e vërteta. Atëherë një lloj, edhe ai i ati ti firmos të varet litar Havzinela, kurse ky kërkonte bërtisë në proforume, të arrestohet kreu i opozicës, të arrestohet ky, të arrestohet ai.